Mbi 1000 krerë dele dhe dhi si pasojë infeksionit të murtajës së rumitanëve të vegjël i mungojnë fermave shqiptare. Në vendin ton vijon të jetë alerti i murtajës së bagëtive dhe prandaj Ministria e Bujqësisë ka kërkuar nga të gjitha shërbimet veterinare në vend që të vijojnë intensivisht kontrollet në ferma, duke sinjalizuar për çdo vatër që mund të rezultojë aktive. Aktualisht në vendin ton në 8 vatra të shpërndarë në 6 bashki vijon të jetë prezente sëmundja e murtajës. Në 2 bashkitë e veriut të vendit në Puk dhe Fusharës, shërbimi veterinar po kryen kontrolle sipas porosive të dhëna për të monitoruar situatën sa i përket sëmundjes së murtajës në fermat e këtyre 2 zonave të thella malore. Drejtues të shërbimit veterinar bëjnë me dije se transporti baktive të imta, shitja në tregja apo pika grumbullimi dhe përzierja tufave në çdo aktivitet tjetër është ndaluar deri në një urdhër të dytë që do të lëshohet nga autoritetet përkatëse. Prandaj në terren ndollen grupet e punës. Kjo është një sëmundje virale e cila prek vetëm delet dhe dhi, nuk prek kafshët të tjera. Do të pas parasysh se nuk është sëmundje nxitse as për njerëzit, por problemi kryesor i saj është se është shumë nxitse nga kafsha në kafshë. Sëmundja ka lënë për shembull mand kontaktit drejt për drejt, mand qarkullimit të lëvizjes aktive nga ferma në fermë, lëvizjet e pa kontrolluara e bojnë e shtojnë më shumë për hapjen e kësaj sëmundje. Prandaj çdo lloj lëvizje kafshë do të jetë e kontrolluar me certifikat lëvizje, edhe nga fshati në fshat, edhe kur blen bakti jashtë rrethi, merren me certifikat të vënuar me matrikullim. Kena bërë kontrolle të vazhdueshme qoftë nëpër ferma, nëpër rrethin e Puks me veterinarët e shërbimit, qoftë edhe në aksin rrugor Vallë Puk, që mos qarkullojnë kafshë. Kryesorja është qarkullimi i kafshëve të pa kontrolluar. Mos respektimi këtyre masave sipas specialistëve mund të përhapë sëmundjen dhe të sjellë dëme edhe më të mëdha ekonomike në blegtori. Prandaj apeli ndaj fermerëve mbetet për të respektuar me rigorozitet të gjitha kushtet e paracaktuara. Dyshohet se në Shqipëri murtajën e sollën disa dele të importuara nga Rumania, të cilat hynë në vendin ton me certifikat shëndetësore të falsifikuar. Autoritetet në vend po i vijojnë hetimet për të shkuar deri në fund zbardhjes së këtij rasti. Por ndërkohë që murtaja po e zgjeron hartën e infektimit, qeveria ende nuk ka marrë një vendim se çfarë do të bëhet me fermerët që janë dëmtuar nga prekja e bagëtive me murtaj. Në luftën kundër murtajës nuk marrin pjesë vetëm veterinerët, por dhe grupet e task forces nga Ministria e Brendshme dhe ajo e Financave. Grupet e inspektimit, përveç se në dogana, janë të pozicionuara edhe në akset nacionale që lidhin territorin e Shqipërisë.